4 vite pas tentativës së arratisjes nga burgu 313, prokuroria e Tiranës ka finalizuar hetimet dhe ka nisur procedim gjyqësor ndaj 3 punonjësve të policisë të burgjeve, Bashki Muça, Olty Myzeiri dhe Radion Maloku, të cilët akuzohen për shpërdorim të tyre pasi nuk zbatuan protokollet e sigurisë në ditën kritike të 8 gushtit 2021, duke rrezikuar arratisjen e të paraburgosurve. Nga verifikimet e pamjeve të sigurisë dhe provave të mbledhura, rezulton se 3 punonjësit nuk kryen kontrollet e nevojshme fizike ndaj Fatmir Pjetrit, i cili mbante në dorë një çantë me sende të ndaluara dhe të imta, të cilët mund të përdoreshin nga ai dhe Arbër Çekaj gjatë tentativës për t'u larguar. 2 të dënuarit tentuan të largoheshin përmes litarit të improvisuar nga Taraca e Godinës A, por përpjekja u neutralizua nga forcat e policisë në oborrin e institucionit. Arbër Çekaj është dënuar më parë me 14 vite burg për trafikim të 613 kg kokainë në portin e Durrësit në vitin 2018, ndërsa Fatmir Pjetri, antar i bandës së babagjyshëve, është dënuar me 30 vite burg për vjedhje me dhunë dhe pjesëmarrje në organizata kriminale. Prokuroria thekson se nëse kontrolli i detyrueshëm do të ishte kryer, përdorimi i sendeve të ndaluara dhe lëvizja e të paraburgosurve brenda ambienteve të burgut do të ishte parandaluar. Dosja e 3 punonjësve tani do të shqyrtohet nga gjykata për vlerësimin e masës së sigurisë dhe përgjegjësisë penale.